Me datë 10 maj 2025 në kishën pastorale të Tuzit, u organizua takimi tradicional i fëmijëve, një aktivitet të gjithëpërfshirës që mblolli rreth 500 fëmijë nga zona të ndryshme të Malit të Zi, përfshir Ulqinin, Tivarin dhe Podgoricën. Qëllimi i këtij takimi ishte krijimi i hapësirave të përbashkëta për ndërtimin e shoqërisë ndërmjet brezit të ri, për forcimin e identitetit të tyre fetar dhe promovimi i vlerave të krishtëra. Programi nisi në orën 10:30 me kremtimin e meshës së shenjtë, e cila udhëhoqën nga imzotorog Gjon Leshaj, argjipeshëve i Tivarit. Pas pjesës liturgjike, në orën 12 nisën aktivitetet argëtuese dhe edukative, të cilat zgjatën deri në orën 14. Aktivitetet u organizuan në disa pika të ndryshme, përfshir lojra bashkëpunuese, gara sportive, punëtori dhe shumë lojra të tjera të cilat të gjitha ishin nën kujdesin dhe udhëhecjen e animatorëve të rinisë së Shtandout. Ky aktivitet shërbeu gjithashtu si një formë edukimi të kuptojmë më mirë vlerat e fesë, përkatësinë shpirtërore dhe rëndësinë e jetës komunitare në rritjen e tyre personale dhe morale, ku për më shumë informacione të detajuara, argjipeshëvi rrog Gjon Leshaj, së bashku me animatorët për televizionin Bojën u shprehen. Po kjo është në kishën katolike, është një traditë që ne për çdo vit e bëjmë në këtë organizim, por tani ka ardhur radha Tuzit që organizojmë këtë vit në Tuz, por është një organizim që bëhet për çdo vit, edhe takimi fëmijëve, takimi rinijës e kështu me radhë, ministrantave, dhe falenderoj Zotin që numri është mjaft i madh i gjithë fëmijëve që janë bashku sot këtu, dhe për këtë arsye dua të falenderoj në radhë të parë prindrit, sepse na i kanë besu fëmijët e tyre për të ardhur këtu në këtë takim, jo vetëm për këtë takim, por që na i kanë besu edhe gjatë këtë vitit shkollor që na vinë në katekizëm. E atëherë dua të falenderoj edhe organizatorët, sikur që janë meshtarët, motrat e nderit, por edhe katekistët që bëjnë këtu katekizëm rregullisht. Mendoj që është një gjë shumë e mirë dhe shumë e nevojshme për fëmijët, për prindrit, por edhe për vetë kishën, sepse Krishti thot ku janë 2 apo 3 të bashkuar në emrin tim, në mesin e tyre jam edhe unë. Dhe për atë arsye duam që këta fëmijë të rriten në hirin e Zotit, që t'i drejtoj mësimi i Krishtit dhe shëjtimi i Shpirtit Shenjtë. Çfarë planifikimi keni për të ardhmen? A ka ide për aktivitetet e tjera? Po në vazhdimisht ka, jo vetëm aktivitete me fëmijë, po ka dhe me rini, ka dhe me familjar, me prindër, ka dhe me të moshuarit, por secila në periudhën e vet dhe në vende të ndryshme. Thash që takimi i fëmijëve në këtë vit pikërisht është organizuar këtu në Tuz, por kjo nuk do të thotë që në të ardhmen nuk do të jetë. Ka qenë në Podgoricë, ka qenë në Shtoj, ka qenë në Ulqin e kështu me radhë. Por këtë që kemi organizuar në Tuz, na mundson pak edhe më tepër infrastruktura, sepse janë kushtet paksa më të mira për të mbajtur fëmijët të bashkuar dhe pa të rrezikuar në një jetë. Për arsye se është edhe obori më i përshtatshëm, është qendra pastorale kështu me radhë. Ne planifikojmë çdo vit të kemi kështu fëmijë të bashkuar. Çfarë qëllimi ka ky aktivitet për fëmijët? Janë shumë qëllime. Së pari, duam që fëmijët ta kenë një shkërblim për angazhimin e tyre gjatë gjithë vitit shkollor që vinë katekizëm. E dyti qëllimi është që fëmijët që janë katekizëm mos ngelen të njoftuar vetëm në mesvete brenda një familje, por të zgjenojnë miqësinë, shoqërinë në mesvete, të njihen në mesvete, edhe të mund të krijojnë raporte shoqërimi në mesvete. E treta, fëmijët të shkëmbejnë përvojat, eksperiencat e veta dhe në lojna, lodra të ndryshme, që i shifni se këtu kanë bërë lloj-lloj lojna shë lodrash, kështu që edhe kjo i bashkon më tepër, por edhe qëllimi tjetër është që fëmijët vërtet të ndihen të lumtur, se janë të dashur nga kisha, që janë bekuar prej kishës, edhe ta kuptojnë se vërtet kisha duke i dashur angazhohet që ta kenë një edukat sa më të mirë, jo vetëm në fe,
por mbi të gjitha ta keni edukat shumë në dashuri, në vepra bamirësie, që të mësokën të jetojnë së bashku. Sot është bën një problem shumë i madh për njerëzimin, as kur gati maskën nuk don të jeto. E kështu që duam të mësojmë vërtet të kthejmë në ato rënë të para që të jetojnë së bashku, të duken me zveti dhe me zveti të çojnë botën para. Kjo është ardhmja jonë, ardhmëria, kjo është në ta bota do të qëndroj. Atëherë si përfundim duhet ju pyes edhe sa i përket aktivitetit dhe kohës kur zhvillohet ajo. Ka një datë të caktuar pra një kohë të caktuar? Po, kryesisht takimi i fëmijëve organizohet këtu në maj. Qoftë ka mesi apo përfundimi i majit, varësisht nga koha dhe mundësia për të organizu, sepse në këtë kohë të majit edhe të qershorit organizohen edhe fungimet e para dhe krezmimet në për famullinat e ndryshme dhe tani duhet me gjetë një datë e cila i përshtatet të gjitha famullive edhe gjithë fëmijëve. Po varet nga programi shkollor se si e kanë. Kanë vikendin më të tira, po kanë atë vikend edhe ndoshta mësim. Për atë arsye duhet pa. Por kjo do të jetë gjithmonë, sepse kemi pas një aktiviteti që është ky kryesisht i dedikuar fëmijëve, është edhe në kohën e kreshme që është kryesisht organizimi që i dedikohet udhës së kryqës, ku është lutja, pendesa, veprat e bamirësisë e kështu me radhë. Por ka edhe takime bashkëpikërisht të rinisë, ku dhe rinia të njihen me zveti edhe të krijojnë ato ura miqësie e dashurie në mesvete. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve e Zoti ju rujtë i beqë. Faleminderit. Kjo aktivitet, si qiet, është edhe pak më atrysh, me thamë bela vetë fokusja ka aty që mu lidhë bela krejt dioceza, pra dhe prej kishave tjera kem fëmijë, pra ndaj edhe është bukur sepse edhe na pikësparit jem të njoftuar me animator tjerë prej kishave tjera, po e shoh se edhe fëmija jashtëzakonisht bukur janë të me kalo shostin me tjerë. Si është strukturuar dita e sotme? Cilat janë aktivitetet që janë përfshirë të gjitha? Po, fillimisht pra e kem nisë me mesh, ku mu fëmijat e kanë pas bele mesh ma fort fokusume për ta, jo si që janë djellave tjera, edhe po ashtu kanë edhe këtua, kanë pas edhe si me tha aktivitete shtesë gjatë meshet. Pastaj, pra e bashkua këtu në këtë pjesën këtej të Centra Pastorali, ku i kalojnë atë që janë të organizume veçanërisht për ta. Dhe sa fëmijë kanë marrë pjesë në këtë aktivitet dhe si organizohet transporti dhe koordinimi për ta? Për koordinim, pra, këshilli ynë së bashku pra me meshtarë tjera në mesha, e kemë organizua transportin për gjitha kisha që marrë këtu në po thuaj si njëjtën kohë, që të nisim pra gjithë së bashkut, edhe besoj se diku janë ma se 300 fëmijë që kanë ardhur dhe kanë marrë pjesë sot. Po, duke qenë se sot nuk janë pranishëm vetëm fëmija famullisë Tuzit, do të thotë janë fëmija nga Tivari, nga Ulqini, vendet të ndryshme të Ulqinit, po ashtu edhe nga Nikëshiqi, nga Gusia po ashtu. E mendoj se mesazhi kryesor do të ishte që fëmijët jo vetëm se të njoftohen me njëri tjetrin, por edhe të mësohen të pranojnë njëri tjetrin në shoqëri që në cilën na mëson edhe feja jonë. Është ky një aktivitet që është çdo vit dhe si ka evoluar ky ndër vite? Ky nuk është një kamp i zakonshëm të cilin organizon famullia e Tuzit, cilin organizon rregullisht, do të thonë, është takimi i fëmijëve që më parë është organizuar, sigurisht, është bën në Ulqinë, është bën në vende të ndryshme, ndërsa Simiet është bën në Tuz. Meqense fëmijët vinë nga qytete të ndryshme, si keni rënë dakord me prindërit e tyre, pra si keni bërë të gjithë koordinimin? Po, secila famulli për veti ka bashkimin e fëmijëve, ata të Ulqinit nëpërmjet kritërve dhe motrave të Ulqinit, nga Tivari po ashtu, ne të Tuzit, dhe ja kemi arritur. Dhe si përfundim do t'ju pyes si ndikon një aktivitet i tillë në formimin e fëmijëve ashtu si shpirtëror dhe shoqëror?
po sigurisht nuk ka se të ndikoj trysh vetëm në mënyrë pozitive. Dhe jemi shumë të kënaqur që është një numër kaq i madh i fëmijëve sot në famullinë e Tuzit. Matteo, e shoh ky puslet? Niko. Hap një pak. Jo më shoh duart, a? Do të shkojmë përpara ka dal. Veç shkoj të dyja dhe ka këtë hikta. Padyshim që mbas intervistave me organizatorët, ne morëm edhe disa fëmijë, të cilët edhe ata shprehen entuziazmin e tyre. Unë quhem Nikola Palusha, jam në klasë të 7 dhe vin nga Cemi i Trieshit. Sa vite ke që merr pjesë në këto aktivitete? Viti i parë, Dhe si po të duket? shumë bukur. Cili është njëri nga aktivitetet që të ka pëlqyer më së shumti? Futbolli, Dhe pse pikërisht futbolli? se jam i aktivizuar për futboll. Po nga shoqëria ke zënë ndonjë shoqe të re? Po, Nga cili vend ka qenë? Tuzi, Bushiçi, Sukruçi, Po nga këta që kanë ardhur nga qytetet e tjera të Malit Zi? po ata, Cilit ishin ata? nga Ulqini. Dhe si po të duket dhe si po të shkon koha këto? Shumë bukur, kohë e mirë dhe përpiqen gjithçka. Dhe a do marrësh pjesë edhe në aktivitetet e tjera ndër vite? Po, do të marr pjesë. Unë jam Gloria Titbuka, unë jam 10 vjeç. Unë jam Emily Lurgjuar, jam 9 vjet. Cilin nga aktivitetet ju ka pëlqyer më së shumti? Ka qef me ato ballona se janë me bashkë. Ato me kartona. Dhe cilat lojra tjera keni provuar deri tani? Mja to se me kop deri atë. Po. Ajo me ballona. Dhe a keni zënë ndonjë shoqe të re tani këtë aktivitet? Po. E ka emrin Marina. Jo. Ky organizim dëshmoi se kisha përveç rolit të saj shpirtëror, mbetet një faktor kyç në edukimin, formimin dhe përkrahjen e brezave të rinj në frymën e respektit të ndërsjellët, bashkëpunimit dhe dashurisë së krishterë.
Kush e pare e merë, shishe. Rujni ka shkune atje për shmurëzua qa, okej? Shisi dhe përgjina. Okej. 3, 2, 1, tash! Bravo! 2-0, po. Adë ti, hajde, e kemë si. Okej, hajde go. Hajde. Mamur, jaj. Hajde gati. Sa vetini?